emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndisni të nderuar shikues këtu në Kosovë rajon e Mërgat. Duhet ta ripërsërisim edhe një herë lajmin për vdekjen e Haxhi Thaçit, babait të presidentit ish president Hashim Thaçi, i cili mbrëm ndroi jetë në ÇKK derisa po trajtohej kohë të fundit për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Po nisim kështu për një fakt të thjeshtë, sepse djali i tij, presidenti i Thaçit, që shpalli pavarësinë e Republikës së Kosovës, ikona e ngjarjeve të rëndësishme të vendimarrjeve historike për Kosovën, sot ndodhet prapa grirave në paraburgimin e tribunalin special në Hag, dhe pas disa kërkesave ai u lejua ta vizitoj. Informacionet mbrëm e sot që rrodhen nga momentet e fundit sa ishte në jetë Basagje, thonë se ai pasi e kishte parë djalin e tij, Hashimin, 2 ditë e fundit kishte refuzuar dhe t'i merrte medikamentet, meqense në mënyrë tjetër ishte përmbushur, si më thënë, malli, ai vakumi prindor, a mund ta shoh djalin e tij edhe një herë apo jo. Ishte më herët edhe bashkë me gruan për ta parë në Hag, në atë gjendje të rënduar shëndetësore, dhe varrimi i tij do të bëhet nesër në ora 15 nën organizimin e komunës së Skënderajt. Ngushëllime gjithë familjeve, ngushëllime të gjithë miqve dashamirëve për humbjen e jetës së Basës Haxhi, i leti qoftë dheu i Kosovës u pret në paqe. Vijojmë emisionin të nderuar shikues me një zhvillim të rëndësishëm që lindi dita sot. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian ndërmjet Siri, Peter Sorensen, zbarkoi arriti sot në Kosovë, realizoi takime me presidentin Osmani, kryeministrin Kurti dhe kryenegociatorin Bislimi. Presidentja Osmani pati një deklarat të shkurtër të asaj se çfarë i kërkoi zotit Sorensen në Facebook, duhet ta citoj. Tha, Kosova meriton trajtim të barabartë në procesin e dialogut dhe në rrugën drejt të bashkimit evropian. Takimin me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s, Peter Sorensen, diskutuam dialogun Kosovë-Serbi të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, sigurinë në rajon dhe integrimin evropian të Kosovës. Kosova, sipas saj, është dëshmuar tashmë si palë konstruktive në dialog, e angazhuar për paqe, demokraci e sundim të ligjit, prandaj mbajtja masave të padrejta të BE-s ndaj vendit tonë, po i dëmton jo vetëm qytetarët tanë, por edhe balansin e nevojshëm në dialog. Kjo ishte deklarata e lëshuar, transmituar në Facebook nga zonja Vjosa Osmani, presidente e Kosovës. Sorensen erdhi në Kosovë, ndërkohë që zgjedhjet përfundimtare u shpallën, por ende mbeten të pacertifikuara. Kosova është në pritje të formimit të institucioneve, nëse do të mund të formohen shpejt ato, në këtë mjedisin e polarizuar politik, ku ka ndarje, ku ka shumë pikpyetje se si mund të bën, a mund të bën, e të tjera. Prezantoj analistët në studio. Zonin Afrodita Maliqi. Mirëmbrëma, faleminderit shumë. Mirëmbrëma dhe juve. Afrim Kasolli, analist, po ashtu koleg, faleminderit Afrim. Merci. Çësi ka kjo vizitë në gjykimin tuaj? Përsa kohë që vendi, po them, ende nuk ka institucione. Cili është mesazhi që Sorensen e jep me këtë vizitë? E para se me anisë përgjigjen, po i shprej edhe në ngushëllime e familjes së presidentit Thaçi për humbjen e babait, edhe një vdekje që na ka trondit të gjithme përveç faktin si që thete, mënyrën se si është trajtuar djalit tij dhe mënyrën se si ai ndroi jetë 2 ditë pasi ai ishte me vizitu, më thonë,
si thonin plesh nuk shkoj pa atë pengun, domethënë i mbylli syt pasi e pa djalin edhe ushtrim e familjes dhe të gjitha ata atyre që rënkimi i hoç pasi e pa djalin. Ushtrim edhe një herë familjarëve dhe të gjithë miqve dhe atyre që ndjejnë dhimbje për humbjen e prindit të presidentit Thaçi. E i themi tash temës pyetjes tënde. Përfaqësuesi special ka pak kohë që ka marrë detyrën dhe kjo është hera parë me sa di unë që po vjen në Kosovë dhe po vjen në Kosovë në një kohë kur ende nuk kemi institucione të reja, ende nuk është kriju qeveria e re, si shteti, ende nuk janë certifikuar rezultati i zgjedhjeve dhe ende nuk e dim sa kush do ta udhëhej qeverinë dhe vizita e tij në një kohë kur kemi institucionet ekzekutive të pa konsolidume, do të thonë është sa për të filluar ndoshta të punën e tij dhe për të dhënë një mesazh se kushdo që nesër ose pas nesër do ta udhëheqë qeverinë e ardhshme duhet të ketë parasysh dialogun e mbetur aty ku ka mbetur që pothuajse mbeti peng ose me ngeli ashtu për vetë partin se qeveria kurti kjo që tashmë po shkon si që dim nuk ka qenë shumë interesuar me ecë përpara dialogun pavarësisht se komplet energjinë ka pas të kanalizuar në veri dhe përmes veriut në dialog, por sidoqoftë nuk ka qenë e zoja ose nuk ka dashur me dhënë zgjidhje atyre problemeve të cilat janë diskutu në tavolinë e bisedimeve, aty në të cilat marrëveshje të cilat i ka marrë përsipër me realizu qeveria Kurti nuk i ka realizu. Kemi pas një hendek të madh të dialogut, sidomos muajve dhe vitin e fundit, kështu që unë po mendoj që vizita e tij ka të bëjë pikërisht me këto, me dhënë një mesazh e para me mu njoftu me presidentën me cilën ka konstatuar që komuniteti ndërkombëtar mbetet në edhe të njëjtat kërkesa me tregu ndaj Kosovës që domethënë ajo ka me vazhdu edhe tutje pavarësisht është Laçaj ka është tash ky ka me vazhdu rrugën që dialogu çështja e Serbi ose çështja e problemeve mes neve dhe Serbisë duhet të zgjidhet përmes dialogut dhe këto pavarësisht kushdo që është në qeveri nuk mundet ta anashkaloj. Nuk ka thënë asnjë fjalë presidenti se çfarë ka thënë Peterson, vetëm ka konstatuar nevojën që të hiqen masat e Bashkimit Evropian të padrejta, sepse po i dëmton qytetarët tanë, por edhe balansin e nevojshëm në dialog. Afardita. E para çka konstaton kjo një takim vetëm protokollar, edhe e para nëse vetëm për të konstatuar që Peterson nisi punën? Po, kjo është. Domethënë, u fillu puna, unë jam këtu, unë kam e kronaj që kam e udhëheq procesin e dialogut dhe kjo është e arsyeja pse ka ardhur. Pastaj çfarë shkruhet në komunikator çështje e protokollit dhe çështje se çfarë pranon protokolli i zotit Peterson me shkru në komunikat. Në rastin konkret ata nuk kanë pranuar me shkru kurrë në komunikat çfarë është thënë nga ana atyre në takim dhe presidenca nuk ka drejt me shkru diçka që nuk pranojnë ata. Natyrisht. Përmbajtësisht, si ishte takimi? Para se të kaloj në temën për cilën po diskutojmë, lejoni edhe unë të shpreh ngushëllime familjes Thaçi, dhe të afërmit të tij dhe qytetarëve të Kosovës për humbjen e jetës së babait të ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili siç e dim gjithë tashmë që sa ku po mbahet peng në gjykatën domat e specializuara, në gjykatën e ndërkombëtare në Hagë e tjerë. Ishte fat kështu do thotë jo vetëm presidentit, por edhe ish kryeparlamentarit Veseli ndodhi të njëjtin fat që prindrit po ju vdesin pasi ata po ballafaqohen me këtë proces. Ndërkohë për të kthyer në temën e fjalë, unë për veti edhe nuk e di konkretisht edhe në çet fazë që ka ardhur zoti Peterson se pse ka ardhur. Nuk e di pse ka ardhur. Po jo, vetëm me transmetu mesazhin që është në viçë nisa punën, atëherë mbase nuk e shoh edhe të arsyeshme këtë vizitë. Ndërsa ishte para një jave, domethënë para një jave ishte shefi i NATO-s dhe ai
tregoj, birën pesha e tij politike është shumë më e madhe në këtë situatë se sa e zotit Rute, po. Petersen, pesha e tij politike e sigurisë e tjerë do të thotë është. Dhe ai e bëri qartë se dialogu duhet të vazhdojë dhe se të dy vendet duhet të bëjnë kompromise të dhimbshme në një farë mënyrë, si e thanë, mënyrë që të arrijnë deri tek pajtimi. Mirë, po ky vjen në një situatë të delikate politike, si sa i përket zhvillimeve në Kosovë, në rajon, por edhe një situatë të paqartë në cilën aktualisht ndodhet vetë BE-ja dhe shefja e tij, aktualisht zonja Kaja Kallas. Domethënë kemi tensionet në Bosni, kemi protestat gjithnjë më masive në Serbi dhe nuk kemi pushtet ende funksional në Republikën e Kosovës për shkak të mos konsolidimit të institucioneve pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare. Kështu që në këtë drejtim zoti Petersen vjen edhe më i handikepuar në aspektin diplomatik se sa paraardhësi i tij, pavarësisht faktit se ky është një danez dhe nuk ka paragjykime në raport me statusin e Kosovës, mirë po ky e përfason Bashkimin Evropian dhe kërkesat që janë bërë nga presidentja janë përsëritje të njëjtave deklarate që kanë bërë institucionet e Kosovës për suspendimin e masave sankcionuese që ju kanë vënë vendit tonë, por që siç e kishte thënë ish përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, kjo më nuk është në kompetencën e tij, sepse në fundit edhe Josep Borrell e kishte miratuar raportin që kërkonte suspendimin e masave, po ju mbetet shteteve anëtare të cilat duhet ta ndërtojnë konsensusin për suspendimin e këtyre masave. Në këtë drejtim edhe presidentja vetëm e ka përsërit një deklaratë tashmë që është bërë e zakonshme të përsëritet, por jo që do të mund të prodhojë efekte konkrete politike dhe që Kosovës do t'i përmirësohet pozicioni i saj në dialog dhe të trajtohet si e barabartë me Serbinë, sepse është deklaratë e bërë në një adresë që nuk ka kompetencë ta realizojë këtë agjendë, këtë kërkesë të shtetit të Kosovës. Tash i mbetet institucioneve të Kosovës se sa do të jenë në gjendje t'i bindin shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për t'i suspenduar masa dhe jo nëpërmjet të përfaqësuesi special për dialogun, sepse vlerësimi i kësaj zyre ekziston që ato duhet të suspendohen e duhet të hiqen. Në të njëjtën kohë ne kemi parë do thotë nëse s'po të pengoj të sekreve, duhem me thonë këto se presidenti nuk ka qenë as e përfshime kur në dialogun mes... Në rregull, kjo nuk është kompetencë kushtetuese e saj, është zgjidhur Po megjithatë, kompetencë kushtetuese, po shpeshherë as nuk është njoftuese që ato ndodh. Jo. Se s'është kompetencë, është fakt që kuvendi ja ka dhënë dialogun qeverisë, kryeministrit. Një krizë që pati kur ishte momenti i antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Pas orës 12 natës ishte dërguar Edhe tha që nuk po di kur gjone. Ose e kemi rastin kur ishte në Amerikë, nëse ju kujtohet, shkoi në Amerikë, presidenti ja pati një vizitë, u taku me sekretarin Blinken dhe kur erdhi, e dha ata idenë kur ishte problemi i asociacionit, presioni i madh për me bani draft asociacionit. Tha Kosova me bani draft, me dërgu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me sekretarin Blinken, pastaj në gjykatë kushtetuese dhe kërkush nuk ja mori të mirëqen ato, e kam fjalën nga qeveria që ja mori të mirëqen atë parë. Më thonë presidenti atë parë do që thot tash, unë nuk ja marrë të mirëqen sepse presidenti nuk ka pas as edhe... Nuk është një faktor të rëndësishëm politik? Në dialog? Në përgjithësi, jo vetëm dialog, por në përgjithësi. Unë për çështjen e dialogut nuk e shoh sepse ata vetë kanë largu. Domethënë vetë kanë qitë një farë stopi, këtu sikur i kanë thonë ti s'ki drejt, por në politikën e jashtme presidenti ka kompetenca. Dialogu është kompetencë e qeverisë, ato në rastin konkret, për dialogun po të para rëndësit e zonës Kallas dhe zotit Petersen, Borrell dhe Lajçak, kam thënë po ashtu në mënyrë të përsëritur se ata i kanë rekomanduar institucionet BE-s që të hiqen masat. Tash, ju kemi raport zyrtar kemi. Çfarë mendoni se ka bërë Kosova me shtetet veç për të adresuar nevojën e heqjes së këtyre masave? Politika jashtme. Unë nuk kam informata, nuk kam po asnjë veprim konkret. Se tash ne nuk e kemi qartë edhe se s'është bërë për publikun se cilat janë çato shtete që janë duke kundërshtuar. Se edhe Gjermania për shembull, ambasadori gjerman disa herë ka deklaruar që ai është pro heqjes së masave, mirë po janë disa shtete tjera që sipas tij po e kundërshtojnë një veprim të tillë sepse nuk janë bindur që Kosova ka bërë mjaftueshëm në shtensionimin e situatës në pjesën veriore. Në këtë drejtim unë nuk kam po
iniciativa konkrete diplomatike në mënyrë bilaterale duke punuar me ato shtete që supozohet që janë pengesë dhe bllokat që të largohen këto masa. Prandaj adresimi këtyre kërkesave në një instancë e cila nuk është në kompetencën e saj, është vetëm për të kënaqur pritjet dhe pasionet e brendshme politike, por jo që mund të prodhoj efekte konkrete në raport me synimet e proklamuara e të dëshiruara. Fatkeqësisht ne kemi pas një ministre të jashtme, të dështume. Kosova kur nuk ka qenë më e dështume në politikën e jashtme. Domethënë kënë ka pas ngryje të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të pas një ministre të tillë të punëve të jashtme që përveç se diskursit që ka pas të mërshëm, nuk ka inicu ose nuk ka pas vullnet ose nuk ka dashur ose s'ka ditë se s'po di as qysh me përkuvizu me kriju raport ose mi majtë që ato raportet cilat i kanë kriju para arsit e tina. Kjo përkundrazi vetëm i ka prish ato raporte dhe të pas një ministre të tillë, unë nuk mesoj që ka pas një dëshirë ose një iniciativë as nga Bashkimi Evropian për mnahir sankcione, se s'ka pas kush me loburit ban. Thjesht s'ka pas kush lobon, se na kemi pas ministre që kanë pas tash këtu tjetër është lobimi dhe tjetër është kërkesa, nëse tash Kosovës janë vendosur disa parakushte për të suspenduar sankcionet. Para shkosa nuk janë plotësuar ato parakushte. Çështja asimetrike. Po, çështja asimetrike bëhet kohën e fundit ka ekzistuar. Nuk mund të mohohet. Çështja asimetrike e Bashkimit Evropian në raport me dialogun. Mos harro, gjithë e dinë dhe ekzistojnë fakte që mbrapa sulmit të 24 shtatorit qëndron Serbia. Do thotë ata erdhën prej territorit të Serbisë, ndërkohë Serbia e ka kaluar këtë orkestrim, këtë ngjarje pas një pasojë politike dhe diplomatike. Edhe 29 nëntorit. Do të kemi dy sulme të drejtë për drejta mbi një territor i cili përgjegjësia e sigurisë është e NATO-s në fundit. Por nuk kemi asnjë ndëshkim ndërkombëtar. Dhe kjo rezultati i kujt? Po është i shumë thjeshtë, Red. Është edhe i dështimit të shtetit. Flasmi për institucionet tona që kanë mandatin. Natyrisht, edhe i shtetit. Për zbarku, për ta justifikuar, për ta kapitalizuar. Absolutisht nuk e justifikoj indolencën dhe indiferencën e shtetit të Kosovës në raport me politikën e jashtme. Por mos harrojmë, kjo ka të bëjë edhe me qëndrimin tolerant dhe mirëkuptues që është kriju kohën e fundit ndaj Serbisë në një botë multipolare. Na e kemi pa rolin, po sepse i ka asetet, se i ka asetet, afërdit, ne nuk i kemi ato asete strategjike çfarë i ka Serbia. Serbia është e rëndësishme për Rusinë për mi pengu tendencat perëndimore, është e rëndësishme për Bashkimin Evropian për shkak të resurseve minerale që i ka sidomos në litium. Mos harro, kohën e fundit 30% është rritën vetëm çmimi i tregut për litium, 70% për nikele për këto. Kështu që në këtë drejtim po e shohim kohën e fundit edhe djalin e presidentit Trump, investimet e dhëndrit të tij në Serbi. Pra janë në një botë multipolare, bilën Vučići në këtë drejtim. Tjetër është që nuk ka tash për shkak të se rajoni ndodhet në NATO. Vučići është më adaptibil dhe më i rehabilituar ndërkombëtarisht me retorikën e tij nacionaliste edhe se Miloševići. Për shkak se ajo ka një botë unipolare drejtuar prej Amerikës, e cila nuk ka pas tolerancë ndaj asaj retorike. Sot në çdo botë multipolare, një vend i rëndësishëm për Kinën, për Turqinë, për Amerikën, për Rusinë, për Bashkimin Evropian, do thotë ka ndikuar që në çdo kryqëzimin të interesave tash ku janë gabimet e shtetit të Kosovës. Duke e mos kuptuar këtë realitet çfarë po krijohet, duke e mos operu, duke u sjell sikur jemi gjithmonë vish me kartën, jo na jemi kanë viktimeve, po okay, mi kanë viktima edhe Ukraina o po që ti nuk mundesh më shku me çatë kartë që vetëm je viktima nëse nuk ofron diçka tjetër në tavolinë. Kështu që janë faktor kompleks që kanë ndikuar në këtë rehabilitim ndërkombëtar të Serbisë që kanë krijuar luks përkundër rolit destruktiv e cila e lunë, pse edhe në Bosnjë sot çka po ndodh. Dhe tha Haris Silajgjiçi në mënyrë kush e ka dëgjuar djeni në intervistë për Al Jazeerën, në mënyrë shumë perfekte. Qendra e kësaj keq çka po ndodh në Bosnjë është edhe në Beograd është. Mos e kërkoni dikon tjetër. Pra thotë Serbia ka vazhduar me luajtë çtë rol destruktiv, mirë po ka ekzistuar një tolerancë për shkak të rritjes së peshës gjeopolitike. Me kreç apo thotë po pajtona.
Por, tu e di që keq që to, ekzistojnë keq që apo thuti, ne o dash me qyrë pozicionin tonë. Me qyrë edhe me kërku përgjësi morale e politike prej leadershipit që deri tash e ka drejtu vendin, edhe prej kryeministit Kurti, sepse në ç't botë ti mu qu edhe me i thonë naiv sekretarit të shtetit, normal që unë përpajtona, kjo është fatale, tipi kontribon as ato linjat që na pas të partneritetit dhe të miqësisë edhe po investon, ti po kontribon edhe po Putini bre sot nuk ka kësi gjuhë tash për ndaj liderëve të Amerikës. E ti një vend i vogël që halon nuk i marum plotësisht në skenën ndërkombëtare. Mu quë edhe më përdor kësi deklarata megalomane, këto viç i kontribuojnë në mënyrë ekstreme, domethënë defaktorizimit të shtetit të Kosovës dhe dëmtimit të saj në procesin e dialogut e të konsolidimit ndërkombëtar. Sot Kosova me fort në dialog si po apo me dorë? Jo, më çfarë. Nëse vijan, se nuk dihet se në pritjet formimit të institucioneve a do të ketë tolerancë me komunitetin ndërkombëtar. Po i them ndërkombëtar sepse kemi krizë edhe në këtë aspekt nuk dihet çka ndodh edhe në raportet transatlantike. Po shefi i kësaj orit është gati në pozicion Donika Gërvallas është. Shefja e kësaj. Donika Gërvallas po takohet me kërkon në Amerikë, kjo po shkon në Amerikë dhe s'po mund të takohet me kërkon. Po asimetrive. Po në nivel Donika Gërvallas ka rënë. Refuzuan të takojnë Kaja Kallasin, shefën për politikë të jashtme dhe sigurisë të Bashkimit Evropian. Ka ndryshuar në rani politik global ka ndryshuar. Domethënë çyshe kemi tash pozicionin na në këtë dialog me shumë pikë pyetje, me këto detyrime që i kemi pranuar edhe kur vinë Kosovë thënë jo si kemi nënshkruar ato detyrime, e loj fjalesh, por mbesin detyrime. Edhe Sorensen përsërit, këto janë detyrime për Kosovën. Po dhe Socialistëjan kam javë përsërit. Socialistëjan sepse i ka pranu vetë. Sa priti që ka me pas tolerancë për këtë, si me thënë, blere kohë, nëse më ta quaj nga... Përbes une me një tram... Nga institucionet e reja që vritet fundë. Kush do që ju thejsh? Okej, unë uroj që mas pari mos të kemë këta që i kemi pas në qeverit me tash për plot gjërat të cilat i kemi diskutu vazhdimisht të s'po du më i përsërit. Por me që nëse jemi të dialogut dhe të politika jashtme, unë e menoj që kushdo që të është në qeveri duhet të ketë shumë të qartë kujt po ja jep atë dikaster. Ka me vu në atë dikaster, cilin person, sepse është një nga për momentin në këtë... Nëse mbetet ka Kurti dhe Zonja Gërvalla, Ministri jashtme? Atër përbes navesh do të mi qu durt edhe me thonë zotë ndortone. Zotë ndortone? Po, nëse metet Donika Gërvalla, ministre e punëve të jashtme, një ministre cila e thash ma herët që e ka diplomacin që kemi pas na që tu e ka pru në pikën zero dhe që s'ja ka qelë kush dere, një ministre e jashtme cila edhe në zgjedhje shkoj e votoj në shkoj e votoj në Gjermani as venin e vetë s'dija ka pasaport të Kosovës, me pas këtu kish votu, unë e menoj që për një me na jemi në një krizë të madhe si shoqni, si shtet, nëse ende e kemi figurën e Donika Gërvallës në pozicionin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Pare, të ketë suksesin emrin e një personi, apo shefi saj është, si me thënë, krye qendra e përgjithësisë madhe politike? Jo, në kështu përgjithësinë kryesore për dështim ose për sukses në fund i takon Albin Kurtit. Do të thosh, jo kret me reduktu te... Pyetja vlen e njëjtë ka solli. Dëgjoj, tash... Cili është pozicioni jo nëse ulmi me kërkesë? Na tash formalisht të rit ne e po... Për çka do diskutojmë tash në... Ndërro, formalisht i kemi qarta, cilat janë aktualisht detyrime që i ka si shteti i Kosovës, ashtu edhe Serbia në procesin e dialogut. Do thotë, mbi Kosovën, Komisioni Evropian ka kërkuar që ta bëj hapin e parë, fillestar në drejtim të themelimit të, në fakt të dërgimit të draft statutit të Asociacionit të Komunave për interpretim kushtetues. Deri tash qeveria e Kosovës ka refuzuar me lloj argumente të çuditshme, jo le ta dërgon Bashkimi Evropian fillimisht në Komision të Venecias, jo nuk është kompetencë imja sepse e thej e shkeli kushtetutin, e ku di unë mirë, po për Bashkimin Evropian, më kjo është çështje e mbyllur. Kjo është pasi përpjekje për zvarritje në sytë të tyre. Kjo është çështje e mbyllur. Në këtë drejtim ne mund ta shohim si të dojmë për brenda, po. Në këtë drejtim kjo është çështje e mbyllur. Pra po tham, ne po i shohim dy vizita të përfaqësuesve ndërkombëtar që po ndodhin në Kosovë, e para e shefit të NATO-s dhe e dyta sot kjo që po ndodhe përfaqësuesit për dialogun, që
me tekst veçan vinë vetëm për dialogun në Kosovë. Nuk kemi vizitë tjetër as për investime, as për luftë kundër korrupsionit, as për diçka tjetër. Në Serbia po djalin e Trumpit që shkon për investime ekonomike. Në Kosovë, do të thotë, 2 vizitat kryesore që lidhen janë një për kujtu shtetit të Kosovës detyrimet që i ka në procesin e dialogut. Po sa do të ketë sukses tash, do të thotë ky proces. Unë e shoh edhe BE-n më që nuk është në pozicion çfarë ka qenë. Mos harrojmë, marrëveshja e Brukselit derivon nga plani franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Dhe sot Franca dhe Gjermania në një pozicion që nuk e din as vetë në pozicionin e tyre në rrugën geopolitik. E para, e dyta, progresi në dialog ka qenë i mentuar që incentiva që palët të demonstrojnë progres në dialog duke ndërlidhur me agjendën e integrimeve evropiane. Por sot as BE nuk e ka edhe kartën e agjendës së integrimeve evropiane në tavolinë si shtytje që palët ta dëshmojnë. Mbetet e formalisht mbetet e ore dhe formalisht nuk ka qendron nga zgjerimi, sikur që kanë thënë më nuk ka qendron. Sikur që është vite më përpara. Mirë, po tash BE do thotë i ka disa sfida kryesore, unë mendoj, domethënë një është raporti me si do të vazhdoj ky dialog? Aktualisht për mua është e paqartë, sepse dialogu deri tash, ne kemi thënë dialogu deri tash në fundit kur ka munguar suksesi, kur ka ekzistuar një unitet i theksuar transatlantik. Kujtoje takimet e mëhershme të Lajçakut, shumicën e kohës ka ardhur 500 e njohur diplomatike, vinin bashkë me Escobarin, vetëm vinte përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, përfaqësues të Francës, së Gjermanisë, Washington, domethënë, kujtoje atë situatë kur kishte mungu edhe tash në atë situatë, në atë unitet të bllokut transatlantik, të perëndimit në përgjithësi, ka munguar suksesi çka mund pritet nuk presin gjë. Në situatën aktuale unë nuk pres që palët do të jenë dëgjuese, do t'i zbatojnë obligimet që i kanë marrë në raport me procesin. Mos harroni sot për shembull kur ty del kryeministri i Maqedonisë, i cili thotë unë nuk ni për Brukselin, një vend totalisht i vogël, një Mickovski, unë s'ni për Brukselin, të harrojnë burokratët e Brukselit se mund të nënshtrojnë mu. Po ti çka pret Vučići atëherë Vučići mi përfill kërkesat e roli BE-s. Roli BE-s me ardhin e Trumpit është vënë pikpyetje edhe është vlerësuar në aspektin gjeopolitik, edhe BE-ja ka dështu qoftë dialogun me Kosovën, ka dështu Franca dhe Gjermania kanë dështu, ato janë garantuese të marrëveshjes së Minskit. Dy marrëveshjeve të Minskit. Të dyja ka dështu bashkimi, kanë dështu Franca dhe Gjermania sepse këto kanë qenë barce kryesore. Kështu që tash jemi në një situatë të ridefinimit të vetë të Evropës me kërkesën që kryetari i Polonisë, kryeministri e Poçka shkoi në Stamboll dhe po i kërkon Turqisë një rol më aktiv në arkitekturën e sigurisë evropiane dhe me rolin dhe me shtimin gjithnjë më të madh të peshës së Britanisë në bashkim. E kjo do të ishte një sinjal i mirë për Kosovën. Këtë drejtim, rikthimi i Britanisë në garantimin edhe në rolin e saj më aktiv në arkitekturën e sigurisë evropiane është pozitiv për Kosovën. Është pozitiv për Kosovën. Në andëm sham nuk dim a kena me kanë në interes të presidentit Trump më. Në kuptimin që më marrë me neve me dialogje, me marrëveshje. Sepse edhe këtina kemi pas një marrëveshje ma herët që është nënshkruar në shtëpinë e barë në kohën e presidentit Trump. Dhe shumë njerëz ose shumë ka lind kjo ideja se do kemi edhe një herë një rikthim të asaj marrëveshje. Mirë po, për shembull, nëse jemi sërish dhe kemi pas një emisar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ka me kanë interes me kryetjet marrëveshje, atëherë kja kushke me që Trump që na po e shohum tash, ka me pas merre ose leje. S'ka me pas tjetër zgjidhje, se s'ka me dhënë mundësi tjetër zgjidhje. Se Trump s'ta duron ti më thon sekretari Trump deklarata naive. Jo, dëshmuaj. Ne kemi pas çfarë takimi pati me Zelenski, domethënë se pat hiç problem ju kthy me gjuhën më tashpër. Në një takim të parin me kamera, me çapo diune, hiç jo neve. Domethënë për çitaun po them, ne do të me pas shumë do të me ka fakt censor politikisht që është tepër relevant. Në kohën e Lajçakut e Borrelit ka pas unitet transatlantik për çështjen ka ekzistuar. Kanë zbarkuar në Kosovë dhe në Serbi, kanë çu mesazhin me nizë. Nizë nuk ka pas dallime. Tash duket se
administrata re presidenti Trump ka në tavolin një historik marrëveshje të 4 shtatorit 2020, në shkrum shtëpinë e bardhë, ka reagime të fuqishme edhe nga vetë emisari për misionet veçanta i zotit Trump, Grenell, i cili tha publikisht se Filan Fisteku i Departamentit Drejtësisë e ka çu informacionin te Jack Smith se shtëpia e bardhë po e përgatit një marrëveshje paqe midis Kosovës dhe Serbisë për dialogun, një marrëveshje për normalizim. Dhe kjo ka indikacion se ata mund ta rikthejnë çështjen nëse bëhet tregohet e pa zonja të imponojnë me instrumentat e saj një zbatim marrëveshje. Gjë që nuk po ndodh nga viti 2011 ne kemi pa një observim situate sistematikisht. Një observim situate sistematikisht mbi të rrethën e marrëveshjeve të arrituna dhe Kosova në asnjë nuk ka treguar destruktivitet. Në kryeministrat e Kosovës për shkak të konstruktivitetit mbas në dialog kanë paguar dhe kosto politike. Kosto politike. Mirë, kanë pagu mrena. Kanë pagu mrena. Kanë tregu konstruktivitet dhe çështja është që thash BE nuk ka imponu instrumentet e saj për ta detyruar Serbinë. Megjithse ajo është po me një sy e ledhatuar nga një objektiv pasi si që tha Fëimi për ta hequr atë nga orbita ndikimit të rusë, edhe për shkak të marrëveshjeve ekonomike kështu me radhë. Kjo është edhe e pashme që domethënë sidomos kohëve të fundit prish që ka filluar lufta në Ukrainë, kemi pa një qasje komplete të Amerikës, ndryshe ka pas ndaj Serbisë. Këta qenë çuçi kemi kuptuar na, se mund të jem gabim, por këta qenë pojenta me jek nga ndikimi Rus, domethënë me kthy ka pjesa tjetër e Evropës e Amerikës. Ne kemi pa edhe për shembull deklaratat e Hillit që shpesh janë në Kosovë, ambasadorit Hill që shpesh janë në Kosovë janë komentuar në mënyra të ndryshme, mirë pa i ka dhënë deklarata. Është gëzhduar në fakt. Po është gëzhduar. Edhe ai ka pas qëndrim këtë ndryshe. Na i kena thonë qysh Hill ka qenë Kosovë një realitetit dhe qysh po jam anonën. Po janë rand, janë interesa tjera. Po, përjetësisht me të trajtu. Po jo, prindi se ka obligim fëmin me trajtu pambaramisht. Trump po e ka një politikë që bën ndjek ato të raporteve bilaterale, shtet me shtet, jo me nëse të kujtohet ati incidenti që ndodhi në shtëpinë e bardhë. Natyrisht dy janë ato momente që e eskalun situatën. E para kur ja boni një pyetje naive për mendimin tim presidenti Ukrainës. Zelensky, presidenti amerikan. Ku i tha, a ke qenë në Ukrainë, a ke informata një kohë njëri dy shtëpisë bardhë, ai agjencive informative. Është ofenduese se ti nuk ka nevojë presidenti më shkuan me ngjarjes kur i ka kur kretë informatat i merr në presidenti amerikan. Dhe e dyta, situata në Ukrainë dhe ai mbi baza ditore, jam i bindur që ai mbi baza ditore mbi baza ditore informohet. Dhe e dyta, ajo që kur tentoj ki mu justifiku Zelensky dhe që kërkoj ki garancione të sigurisë, tha sepse unë 2 herë kom nënshkru Ukraina 2 herë ka bo marrëveshje me Putinin, duke u referu marrëveshjeve garantues ndaj cilëve ka qenë Franca dhe Gjermania. Kjo revoltoi tema se presidentin Trump, do të thotë ai demonstroi aty që s'ka tru kredibiliteti edhe respekti, do thotë për zyrën navale. Për zyrën navale, domethënë ato iniciativa diplomatike evropiane s'kan asnjë kredibilitet, dhe kjo është arsyeja domethënë që e çortoi që Amerikën nga zyra ovale, ndërkohë vetë veja nga marrëveshja dy marrëveshje të Minskut nuk e ka dështuar dhe nuk ka arritur, ka dështuar. Tash edhe ne domethënë edhe marrëveshja e fundit, gjitha marrëveshjet, po edhe kjo e fundit është rezultat i përpjekjeve diplomatike të Francës dhe Gjermanisë me marrë një rol proeminent diplomatik brenda Bashkimit Evropian. Në këtë drejtim do thotë sikur që kanë dështuar në normal se situata në Ukrainë është tjetër. Mirë, po jam i bindur që edhe në Kosovë, jam i bindur që në fund kjo administratë çfarë po shihet, nuk besoj që ka me demonstrue tolerancë e përpjekje për m'ia njoft kreditet diplomatike këtyre evropianëve këtyre në stabilizimin edhe në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet. Dhe ajo ka me tentu
që marrëveshja eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të akordohet në bazë të interesave strategjike amerikane dhe jo më të Bashkimit Evropian. Në këtë drejtim pak a shumë kështu ishte para parë edhe marrëveshja e Washingtonit. E 4 shtatorit ishte para parë krejtësisht më ndryshëm mbase, edhe më fokusuar. Jo me ato hartat mbi thik, si thoshte dikur Kurti. Por ishte para parë kur u bloku, kur ju ndal presidenti Thaçi udhëtimin në SBA, në Vjen përkatësisht nga konfirmimi i akuzës nga Jack Smith, cilin tash Trump e quan të shmendën. Interesant situata, mund të kthehet procesi përmbys? Unë thash edhe SBA dhe administratori Trump të mos një kredit. Asnjë lloj krediti BE sepse duhet meritohet ai kredit. Nga viti 2010 Kosova dhe Serbia në proces dialogut. Këtë varet se çysh ka mëna qitë në tavolinë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cili është interesi i tyne për ne tash e tutje, sepse antena nuk kemi pa një vizion të tyne rreth përveç deklaratave të Greenhill që ka pas ma shumë rreth Kurtit, thirrjes para votimeve, edhe kësaj që pat për Smith, për këta prokurorin, nuk është që i rreth. Shumë interesante. Edhe që i kena dyshu gjithë e reda. I Departamentit të Drejtësisë, gjatë takimit me mua, është informuar nga unë se në shtëpinë e bardhë po pritet të nënshkruhet i marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe me të marrë atë informat, ai ja ka përcjell kryeprokurori Jack Smith në speciale dhe kështu ka qenë vija koordinimit që Jack Smith ta ngrit akt akuzën. Ne gjithë e kemi thënë to që me vetë paçi si u ngrit akt akuza duke qenë në rruga, ju kthy prej Vjenës, ne e kemi dyshu, nuk e kemi ditë detajin specifikisht çfarë ka ndodhur, po e kemi dyshu si diçka aty një konspiracion. Një konspiracion aty ka qenë. Po, se s'qysh ndodhi në rrugë Munis Pilos po thirr ty presidenti i Amerikës dhe ti po i ngre akt akuzë dhe po e detyron njerin më këty prej takimit prej kujt me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Domethënë për gjithë neve ka qenë një konspiracion dhe faleminderit për Grenellit që më në fund na sqaroi komplet, na zbardhi atë pasqyrën me pasi çfarë ka ndodhur realisht. Edhe për këtë po e them, këtë varet na qysh do jemi, çfarë interesi kanë ata për neve ata shëtutje. A e di kush bëhet kryeministër? I kujt? I Kosovës, sot aktualisht. Me këtë rezultate komunikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Jo, nuk e di ende, po s'kisha pas dëshirë me qenë kjo që ka qenë deri tash. Për te dëshirës, si mund të bëhet një qeveri shpejt, a mund të bëhet objektivisht një qeveri shpejt? Po mund të bëhet, sepse nëse partia parë nuk arrin me bëj gjatë e vota, partitë të tjera opozitare nëse dojnë edhe e kanë për një me prioritet vendin, qysh po thonë mund me bëj një qeveri. Apo duket që e kanë prioritet për një ndërtimin e qeverisë dhe opozita? Nuk po m'duket. Sepse po m'duket që të gjithë po kanë frikë me marrë këtë parë situate, me marrë timonin. I vetëm mbase mund ta them dhe publikisht është Ramush Haradinaj që nuk ka asnjë drejtë, ka thënë gjatë. Jo, Ramushi ka qenë, po Ramushi nuk ka fuqi politike. Jo, po them për shkak të rolit të kaq sa ka në opozitë. Jo, mu po mduket ai nuk ka fuqi politike për me mujt me voti diçka. Jo, nuk përdini kush ende e bën çfarë. Ndëgjoj. Ti a bedin? A? Jo, nuk. Se ti ke vonë emra ma. Jo, emra tash na mund t'japim mirë, po unë jam analogjikës për në studio kemi qenë bashkë. Unë kam thënë se ndoshta ardha presidenti Trump mund t'i jap shans Abdullahotit që të bëjë. Ose Lutfi Azirit. Ose Lutfi Azirit. Mundet mirë, po realisht jo, tash bazona në proces. Në proces potencialisht shanset më të mëdha ende i ka Albin Kurti. Për shkak të numrave, për shkak të numrave, domethënë shanset më reale i ka. Opozita, dëgjoj, po tash nuk e di ku mi marr se mundet me bë, kemi diskutuar edhe që të përjashtohet mundësia as edhe me listën serbe me koalicionin. Ti një më mirë ata. Jo, po edhe plus nuk mundesh me kritiku që ka bë sakrilegj kontor se ka bë koalicion me listën serbe sepse Jo, më me kritiku për standardin e tij. Ti po, sa ka thënë standardi jam është me listën po. Jo, kërkoj ndjes. Nuk e pata me ty personalisht, nuk e pata me subjektet politike. Nuk e pata personalisht për veten, po për neve që kemi mendim publik edhe që e dim çfarë ai ka thënë, sepse ai ka pas. Po nuk i ka hakmarr shumë politikisht ato që i ka bën raport me që i ka thënë, sepse sikur ti kish ndruar konsekuent atyre që i ka thënë, dialogu do duhej ndërprer moti, do duhet kishte filluar me
dialogu me Shqipërinë për bashkim kombëtare, jo ky me Serbinë në Bruksele, nëse him listën aty. Nuk po më që me ndrru kushtetutën tha. Po, ndërsa ajo që më duket, partitë opozitare, po i quajmë kushtimisht opozitare, nuk po shihet që kanë interes. Edhe pavarësisht se e kanë shansën, nuk kanë interes me e formu qeverinë, për më tepër janë duke e ndjek të njëjtën logjik që e kanë ndjekur deri më tani në raport me pushtetin, duke shpresuar që mbase kryeministri Kurti tashmë ka shansa që të ballafaqohet me administratën Trump, të dëmtohet politikisht që këto të përfitojnë në të ardhmen në aspektin elektoral. Sepse deta është partitë opozitare. Me që të kemi rezultat të shpallur, nuk kemi ndarje të udhëseve në kuvend, edhe nuk kemi kuvend të konstituar, nuk mund të konstatojmë më kush kemi partitë që ka dalë partitë që ka dalë e para, partitë që ka dalë e dyta, partitë që ka dalë e treta, për që korrekt kështu. Ne kemi qëndrime publike të tyre. Kemi qëndrime. PDK që ka thënë nuk bën koalicion. Nuk bën koalicion me Vet Hamza. Është Lumira Abdixhiku që ka thënë se mund të bëj qeveri të opozitës me kush që ka stabilitet 4 vjeçar. Po jo, a di çka ka thënë Lumira Abdixhiku? Pozita e kryeministit ti takoj LDK. Jo, Lumira Abdixhiku, çka ka thënë Torthorazi? Ramosh Haradinaj ka thënë ta bëjmë qeverinë e opozitës, unë nuk kërkoj asnjë post. Jo, vetëm ka qenë koherent. Këto çka ka kërku Lumira Abdixhiku. Lumira Abdixhiku, nëse analizon me vëmendje kushtet politike, ti ka kërku koalicion me vetëvendosjen, por që ky të jetë kryeministër. Sepse kushtet politike, ky që i ka parashtuar që duhet i ketë qeveria e ardhshme, mund të më plotësu vetëm vetëvendosja. Vetëm me vetëvendosjen ky ka mundësi edhe me minoritetet me zgjedh presidentin. Vetëm me vetëvendosjen mund garantohet stabilitet qeveritar, çfarë ky po kërkon 4 vjeçar. Lumira Abdixhiku po kërkon koalicion me vetëvendosjen, por që Albin Kurti të bëj kompromis me pozitën e kryeministit dhe t'ja jap atë Lumira Abdixhikut. Ishte kërkesa e parë, mase kushtet e tij politike e përjashtojnë çdo koalicion me parti tjera përpos bashkëpunimit me vetëvendosjen. Edhe me dëshirë bën, me vetëvendosje. Tash nuk e di me dëshirë. Jo, ka dëgjoj. Tash unë ka me vetëvendosje se me PDK Lumiri, po Lumiri. Jo, unë politikisht flas, unë politikisht. Jo, unë po flas edhe politikisht dhe flas në ato që kam përcjell. Jo, s'po më intereson si personaliteti. Jo, më intereson, po, sepse Lumiri në mendimin e njëjtë për PDK-n dhe për partitë e luftës e ka njëjtë si vetëvendosja. Jo, dëgjoj tash kjo tim tjetër. Dëgjoj, unë vish për flas. Jo, nuk e di, po flasëm për koalicion, me dëshirë e bën me to. Po, statutin, mirë, po kushtet politike ai që i ka parashtruar, do thotë si rruga e duhur. Kryesia e LDK-s. Pas kërkesat që të mlidhet edhe Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s për të formuluar mbasi një trup më i gjerë një mendim. Ndërkohë, ajo që e kam dëgjuar prej kandidatit të PDK-s për kryeministër, këto që sapo e thatë edhe jo përjashtimin e bashkëqeverisjes me vetëvendosjen, ndonë se për mua argumenti i tij se nuk kanë afërsi programore është pak i zbet, mund të jenë arsye tjera mbase për këtë refuzim të bashkëqeverisjes me vetëvendosjen. Mirë po, Bedri Hamza ka deklaruar që kjo është gjendja, hajde të fillojmë mos eventualisht po arrim me bind opinionin që ja ka vlet një koalicion i opozitës dhe që në zgjedhjet kurdo që edhe mund të mbahen nëse s'kan mundësi për ta adresuar problemin e presidentës, atëherë të paktën opinioni të bindet që ky koalicion është diçka që ja ka vler dhe që qytetarët e Kosovës binden që duhet të vazhdohet mandati partive opozitare. Kjo është bindur që po të kishte vullnet opozita, vet Haradinaj, qeveria mund të bëhet. Në situatën konkrete nuk po shohim skem se opozita mund ta bëj qeverinë racionalisht, po them kështu në pikpamje pragmatike. Jo, Ramosh Haradinaj ka thënë, me zotin Abdixhiku kam kontakte të vazhdueshme, me PDK-n kam pasur kontakte. Ato çfarë kam thënë në publik po i referohem. Por duket që mbas komunikimit të rezultatet të përfundimtar të zgjedhjeve dhe certifikimit të tyre mund të shohim mandatin e kaluar, opozita ka qenë tejet pasive në raport me pushtetin, duke kalkuluar me shpresën se mos po kurthohet në procesin e dialogut e po konfrontohet me bashkësinë ndërkombëtare dhe në llogaritë të këtij konfrontimit përfitoj politikisht. Duket që është e njëjta logjik që po e pengon opozitën
partitë opozitore që ta ndërtojnë një koalicion të përbashkët, kalkulimi personal se t'ja lojmë kryeministrit Kurti e ta shkon një administratë, nuk është mos e administrata Biden, ka një administratë sikur administrata Trump që është shumë ma e ashpër dhe në gjo, po kjo është cinike dhe është dashakeqe, sepse nëse është e vërtetë që kryeministri Kurti është i dëmshëm për Kosovën, atëherë ato po pajtohen që dëmtohet Kosova të përfitojnë këtu elektoralisht nesër edhe këto konvention për dëmtojnë këtu vendin. Po është identike me qasin e këtë, për aq kohë sa këtu. Nëse ti e din dhe ki qëtë mendim, ose ndro, dhe ki mundësin me bodi qëta tjetër, atëherë shanca ekzistojnë, numrat ekzistojnë, nuk është e pa precedent, nuk është e pa precedent as në demokracitë e konsoliduar. Këtu në këtë studio kemi përmendur rastin e Austrisë, që partitë opozitore ndërtuan koalicion, partinë fituese e përjashtuan, dhe tash nëse këto e kanë bindjen që kryeministri Kurti ka bë këto dame, këto edhe vetë nuk mobilizohen për ta ndërtuar një bashkëqeverisje, kjo bëhet nga kalkulimi cinik. Kjo bëhet nga kalkulimi cinik, pak ta përfundoj, bëhet nga kalkulimi cinik se tashmë ka koha që kryeministri Kurti ta marrë goditjen e merituar nga administrata Trump dhe Grenelli dhe që këtu nesër të përfitojnë politikisht. Por kryeministri Kurti goditjen politike nuk e merr pa e marrë goditjen edhe shteti i Kosovës. Që këto janë bashkë pjesëmarrëse në këtë skenar eventual. Nëse nuk ofrojnë zgjidhje. Nëse nuk ofrojnë zgjidhje ose duhet pajtohen edhe t'i tregojnë opinionit që i besojnë edhe këto kryeministrit Kurti me drejtu vendin, edhe atëherë edhe këto i besojnë qytetarët e Kosovës, le të besojnë edhe në rregull jemi. Nëse shikon diskursin opozitar, ashtu si ka qenë dorën zemër në këto 4 vitet e fundit të bërjes së opozitës, vjen letë në konstatimin që opozit bërje në pikpamjet llogaridhënies ndaj pushtetit për betjen e dobët të krimit, përfshirjes në afera korruptive, në mirëqenie të dobët, në dialog, më shumë e kanë bërë media se sa opozita. Opozita në vitin e fundit, mbase mund të themi se është zgjuar nga xhumi për qenë më e zëshme në studio televizive, më e zëshme ka qenë partia e Davan Mulliqaj, PSD-ja. Me ata 4 veta. Me 4 veta, nëse mund ta reduktojmë. Nëse mund ta reduktojmë, kështu prezenca e PSD-s ishte më e dukshme. Unë e pajtona komplet. Edhe tash, nëse e analizon këtë fjalor që ka pas opozita duke e qinëstruar Kurtin si njëri dëmshëm për Kosovën, që ka bërë dëmë serioze, që ka kricur raportet me aleatet, ka bërë me një farë mënyrë çdo gjë të keqe në këtë vend, deri në pyetjen i kujt je Albin. Edhe në akuzën se je Albini me këto veprime siç e ka thënë Ramushi, për shërbën Serbisë, Rusisë e kështu. Edhe tha Ramushi, tash sa është arsyeshme atë këtë do doja gjykimin tuaj. Kush do të bën koalicion me Kurtin është armik i Kosovës. Sa është kjo deklaratë tash. Të thuhet nga vetë Haradinaj. Haradinaj ka pas një koherencë në raport me deklarimin e tij ndaj Kurtit. Nuk i ka pas vetëm në fushatë zgjedhore, qysh to parti tjera e kanë nis pak para fushatës zgjedhore mos zgju. Sepse 4 vjet unë në të tretë kem miq e shok deputet dhe kur unë i kum thon pse bre po jeni kaq pasim, kanë dasht, i ka marrë 51%, populli e ka dasht, le të kënaqen. Domethënë ç'a më bën, populli e ka dasht, le të vazhdon ky le të bën ç'a don. Opozitën dhe ato çfarë, nëse edhe 1% ka ra Kurti, është merit e medjave. Sepse mediat kanë qenë të kritikume, mediat ja kanë publiku skandalet, mediat ja kanë publiku aferat korruptive, domethënë krejt është rezultat, ajo çfarë është rezultati sot i Kurtit është rezultat i medjave, jo i rezultat i partive opozitare që ato kanë bë diçka më tepër. Nuk mund të tas roli tyre në. Jo, përbes u kanë Ama procese që kanë çuar në gjykatë kushtetuese kanë ndarë iniciativa të paligjshme të trajtuara nga qeveria që janë konfirmuar si antikushtetuese. Unë e kuptoj atë deklarimin e Ramushit që kushdo që është me kushdo që bëhet me Albinin është kundër Kosovës në kuptimin që i bën dëm Kosovës. Do me thonë, me vetë partin që
Ramushi ka thonë që ky po I bën dëm Kosovës, nuk I duhet Kosovës, se ka këty veprimet e tij janë në një linjë me Serbinë dhe Rusinë, atëherë për Ramushin është logjika e tillë, sepse nëse ti bashkohesh me një njeri që I bën dëm Kosovës, atëherë je ti fajtor bashkë Mars. E pranoj që rezultati në zgjedhje është I zhgënjur sipas tij, është I lidhur edhe me fjalorin që ka vënë nga Tash kjo kërkon një analizë më të gjatë, ndërsa pa e ka thonë ndombase për të gjetë justifikim. Si cilë deklaratën e tij? Dëgjoj, unë më tepër e shoh si një tash ashpërsia me cilën ka filluar, do thotë me këto deklarata, sepse këtu I ka përdorur gjatë fushatës, por më tepër e shoh mbase një lloj mesazhi I tij transmetohet aty në diskutimeve që u krijuan për një koalicion të mundshëm ndërmjet Limajt edhe lëvizjes vendosje. Domthonë më tepër tash këtë deklaratë posh kundër Limajt se sa kundër kundër Albin Kurtit. Deklarata ish më tepër ti transmetohet mesazh Fatmi Limajt që ju do ta bëni këtë gabim, do të bëni koalicion me në raport me armiqsinë e Kosovës etj. A shën Limajt në një formul me Kurtin? Po tash unë informata kështu nuk kam, ai madje vetë zoti Haradinaj deklaroi që zoti Lima ishte taku edhe me kryetarin e PDK-s, Memli Krasniqin, që ishte informata e parë që për çfarë arsye taku e tjera nuk di. A do ta përkrah Limaj krijimin e një koalicioni, krijimin e një qeverie, në këmbim të asgjëje, vetëm që të demonstrohet para opinionit. Ka disa spekullime, apo edhe do të marrë resurse qeveritare, kjo mbetet Nuk besoj që Lima e futet në një qeveri pa e kapitalizu për vete. Po e kapitalizon elektoralisht në kuptimin që zoti Limaj nuk e man peng vendin, nuk e man peng vendin. Vijat është problem tjetër, veç pa e kapitalizu. Ndëgjoj, po nëse opozitash nëse Kurti nuk arrin të krijojë numrat, edhe opozita nuk mund ta fermojë qeverinë, atëherë vendi ndodhet para zgjedhjeve të reja. Të parakoshme, zgjedhjeve të jashtëzakonshme të parakoshme. Atëherë zoti Limaj mund dalë si një lloj shpëtimtari në këtë situatë për të shmong zgjedhjet, të cilat do ta prodhonin të njëjtin rezultat pak a shumë, mase edhe më dop për njërin prej partive opozitare, dhe në këtë drejtim zoti Limaj të shfaqet si një figurë e cila garanton stabilitet në këmbim të asgjëje në pushtet. Sa mund të do të ndodh kjo, nuk e di. Sa mund të justifikohet politikisht të votuesi. Kur ke puna te kur ke puna te zoti Haradinaj. Unë mendoj që zoti Haradinaj nuk ka humbur elektoralisht në këto zgjedhje për shkak të kësaj gjume që e ka përdorur, po kalimit nga njëri ekstrem në tjetrin. Domethënë zoti Haradinaj e ka kriju përshtypjen që është normale bashkëpunimi me metoda çfarë I ka përdorur Albin Kurti. Sa ishte në opozitë. Sa ishte edhe në fillim I vetmi prej partive opozitore që I ka dhënë mbështetje blanko kryeministit Kurti sa I përket planit franko-gjerman është vetëm Aleanca për Armërinë e Kosovës. Dhe duke u afruar zgjedhjet, zoti Haradinaj e ndroi qasjen edhe diskursin edhe strategjinë kundër kryeministit Kurti. Kështu që unë mendoj që zotit Haradinaj ju ka hakmor jo konsistenca e tij në raport me kryeministrin Kurti, dhe jo pse ky e ka folë të vërtetën. Haradinaj ka përmendur rëndësinë që ka plani franko-gjerman në kuvend të Kosovës dhe në publik. Po. Për një proces normalizimit, në mënyrë që ky proces normalizimit mos t'i jap alibi Serbisë që Kosova në marrëdhënie ndërkombëtare duket si një shtet që bën obstruksione ndaj komunitetit ndërkombëtar dhe ka qenë një plan I mirë koordinuar dhe me mbështetjen e Shërbas në atë kohë me administratën Biden. Unë po them, kjo është arsyeja pse zoti Haradinaj ju ka hakmar. Kjo thoni është arsye. Arsyeja jo konsistenca e tij në raport me por në kuvend vazhdimisht e ka akuzuar. Kohën e fundit e ka akuzuar. Ja, në fillim. Nga fillimi ka shtruar përballje me veteranë. Mediat janë nxjerrë, po mos harro, po mediat janë nxjerrë një deklaratë Daut Haradinajt kur kish pas deklaruar para 4 vjetë zgjidhje ideale për Kosovën është Ramushi president, Albini kryeminist. Po. Konsistencë nuk ka konsistenca politike duket se ka munguar. Unë mendoj që njëra prej arsyeve kryesore, domethënë, e dështimit që s'ka hyrë në koalicion në nivel qendror me vetvendosjen është Partia Demokratike. S'ka Partia Demokratike e Kosovës. Ka historik bashkëpunimi në nivel lokal që kanë braktisur atë bashkëpunim, ata kanë pasur bashkëpunim në opozicië, nuk është që ka pasur bashkëpunim në qeverinë qendrore. Me potenciale me potenciale mos harro, me potenciale destruktive ka qenë ai bashkëpunim në opozitë.
Ai bashkëpunimi ka pasur vendin gati në prag të luftës civile në gjithëve na Periudha Afganit. Po, atë periudha Afganit që atëherë ka bashkëpunuar, po. Edhe përfitimi më i madh politik që e ka pas herë Albin Kurti është si rezultati që atij bashkëpunimi edhe mbështetje që e ka gëzuar prej zotit partive tjera. Prej zotit Haradinaj kryesisht. A dini se çfarë ditë është 17 mars. Nisja e trazirave të dhunshme të vitit 2004. Po këtu ngjarje do thot padyshim 17-18 kanë pas dy efekte. Ngjarjet e Marsit kanë pasur dy efekte sepse situata në atë kohë ishte një lloj status quo. Një e para është Kosova e ka paguar çmimin e Ahtisarit, do thotë zonave të eksterritoriale të tjera. Mirë, po në anën tjetër pikërisht këto ngjarje e bindën bashkinë ndërkombëtare që nuk mund të shkohet me as status quo. Pas kësaj erdhi raporti Kaj Ajdes, i të dërguarit të special të OKB-s, dhe nga ai raport filloi standardet para statusit e ishin tash nëse hym në historinë gjenerale dim kret dhe erdhi te plani Ahtisarit dhe kësaj të cilit Kosova e shpalli pavarësinë. Pra, ngjarjet e Marsit kanë pasur efekt të dy fill. Tra dinamizimi i procesit. Dhe mos krijohet përshtypje se po justifikoj viktimat apo është mirë po tregojmë çfarë ka ndodhur pastaj. Po realisht i pas vlerësimeve në pikpamje të një Kosove ahtisariane, se si është ndërtu konstrukti, sepse bashkia ndërkombëtare ishte pa qartë. Ende sot po na shkakton probleme mbase në terren me raportin që është vizu demarkuar aty edhe me të drejtat e komuniteteve kështu, pa idenë që ato drejta të mohohen, por kjo situatë po vazhdon ta mbajë Kosovën peng në marrëdhënie ndërkombëtare me ato të drejta që i është dhënë mundësia që të kenë ato të kërkojnë mbase edhe më shumë edhe me lëshimet tona të tjera. Duke se sot po pak është zbehur, si më thonë, trendi i evropianizimit të Ballkanit perëndimor edhe nga ardha në shtëpinë e bardhë të presidentit Trump. Nuk është më ka kryeminista siç e përmendë Kasolli dhe të tjerë që nuk duket që nuk po merres shumë seriozisht platforma zgjerimit të Bashkimit Evropian. Është një tillë. Po kanë ndryshuar rendi, po ndryshon rendi botror. Domethënë, nëse deri më tash ti secili shtet evropian ose i Ballkanit e ka pasur synim integrimin në Bashkimin Evropian, tash del një shtet fandom që është shteti i kryeministrit Maqedonisë dhe nuk e merr seriozisht as çfarë thot një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian, se nuk i plotson kërkesat që i ka dhe obligimet si parakusht për ndryshime kushtetuese. Ata duhet të bëjnë ndryshime kushtetuese. Maqedonia është pengi, edhe Maqedonia do të është peng i ndryshimeve kushtetuese për t'i hapur rrugën agjendës integruese. Do nuk i merr në konsiderat, nuk i parashtrohet, nuk i ndërtohet. Ashini habitat zbehun të prezencës frymës evropiane. Domosdoshmërisht që Evropa të shihet më si. Po, Redbenaj kemi bashkë biseduar, diskutuar. Sepse unë e di që Kosova edhe shqiptarët nuk kanë opsion tjetër përpos orientimit ka Oksidenti, ka perëndimi. Po, perëndimi është tjetër. Ka perëndimi gjeografikisht që mund të reduktohet në Bashkimin Evropian. Se edhe Britania është në perëndim, po nuk është në Bashkimin Evropian, domethënë dallimi politik edhe kulturor edhe vleror. Po. Dhe Norvegjia me sa di unë nuk është në Bashkimin Evropian. Ka disa Zvicra, ka shtete që janë pjesë e universit. Po ne jemi Zvicër. Jo, unë kam fjalën, po problemi është edhe faji është edhe te Bashkimi Evropian që nuk arrit me konsolidu vetveten e me shndru vetveten në aktor të rëndësishëm gjeopolitik. Ne po e përmendim rastin e Kosovës që në vitin 2011 kanë filluar negociatat me konstatim të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë së shpallja e pavarësisë Kosovës ishte legale. Dhe çka ka ndodhur? Vendet BE-s kanë bërë qendrim identik si Rusia për këtë problem. Dhe askush nuk e ka dëmtuar çështjen e Kosovës. As Rusia nuk e ka dëmtuar çështjen e Kosovës deri më tani më shumë se sa vendet mosnjohëse të Bashkimit Evropian, sa i përket agjendës integruese në BE, sepse Rusia nuk ka pas kapacitete brenda vendimarrjes së BE-s në këtë drejtim. Kështu që kjo çështje e Bashkimit Evropian, do thotë, jo serioziteti i saj. Edhe këtë pesha e saj ne gjithë kemi ditur që në marrëdhëniet ndërkombëtare, pesha gjeopolitike e saj ka qenë në mas të madhe lidhur me mbështetjen që ja kanë dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe tash kur ka filluar të lëkundet e mbështetje, kur
Presidenti Trump madje po I kërcënon edhe me luftë tregtare vendet e BE-s. BE-ja ka filluar ta shoh veten realisht me gjaz do t'i vrejë gjitha vendet që janë anëtar të Bashkimit Evropian. Në çfarë situate të kenë hamendje mbase a mund të jetë Bashkimi Evropian stres sigurt për interesat edhe tyre kombëtare veç në një situatë kur kemi debalancim edhe të tregjeve, kemi ravizim të interesave. Unë shoh situatë pa shtekdalje Bashkimin Evropian aktualisht. Është një situatë pa shtekdalje, është një situatë ku as vetë zyrtarët e BE-s nuk e dinë se çka duhet të bëjnë. Është përballë një krize sepse I duhet tash ta qartësoj rolin edhe misionin. Rolin edhe misionit e tij. Do të më në lajm tha ky pasaport evropian është do të jetë I shqiptarëve tha deri në 2030 tha. Evropa ka funksionuar deri tash, është stabiliteti më I madh, stabiliteti social I Bashkimit Evropian ka qenë më I madh në saj të luksi që e ka gëzu për t'i nda politikat e sigurisë nga ato ekonomike. Në realitetin që po hy, nëse BE-s do t'i duhet, nëse BE-s tash do t'i duhet ta forcoj veten ushtarakisht, kjo do të bëhet në kurriz të shtetit social. A do të mund të tolerohet, a do të mund të pranohet nga elektorati e nga qytetarët post-historik mësuar me braktis luksin. Me braktis luksin me cilën janë adaptuar. Këto a braktisin luksin ajo? Kjo tash do të çoj, çka do të çoj kjo? Kjo do të çoj nëse BE-ja tenton ta realizojë këtë skenor, kjo do të çoj në forcim gjithnjë më të madh të lëvizjeve të ekstremit të djathtë që po ashtu janë anti-BE. Unë e shoh BE në një lloj rrethi vicioz që nuk kam shpresa që më pas as rol pozitiv, as për dialogun Kosovë-Serbi, standardet Kosova duhet I plotësoj sipas kritikëve, pse ka nevojë qytetarët. Vlerat që ka sot Bashkimi Evropian për drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Për ambientin, për gjëra. Ne duhet I plotësojmë parimisht vetëm që janë interes I Kosovës. Interes I mirë I Bashkimit Evropian. Pa çfarë mënyre veç për liberalizim të vizave na kanë trajtuar neve. Nuk flas me entuziazëm këtë tash për krizën që po kalon BE-ja, se unë jam që BE-ja të jetë e fortë, është një oazë paqes, është unë ke ato vlera ne duhet I bëjmë pse është interesi I shtetit ton objektivisht të bëjmë zbatim ligjit si duhet, sundim ligjit si duhet, gjykata funksionale si duhet, politikanë që japin llogari dhe janë transparent për shpenzimin e parave publike, një midis të qëndrueshëm ekonomik social, një raport mirë me fqinjtë, jo në vlera që ne duhet I bëjmë para si gjithash në interes për nevojat tona. Jo pse na vën kushte nga sa I përket raportit dhe kushteve, BE-ja ose dy sene. Fatin e saj mendoj dy premisa tashmë e demonstrojnë. E para, deri tash ka pas qëndrim po ashtu refuzues. Formalisht kanë vazhduar ndaj Republikës Turqisë I përket negociatave dhe ka ardhur në situatë duke kërkuar ndihmën e saj në garantimin e sigurisë. Edhe ndaj Britanisë së Madhe, mos harro, përfaqësues të De Gaulle e Kret kanë qenë kundër integrimit të Britanisë në Bashkimin Evropian. Kanë qenë mosbesues ndaj rolit të Britanisë brenda institucioneve të BE-s. Mirë po sot po e shohin të domosdoshme rolin e saj sa I përket arkitekturës sigurisë. Kështu që ndaj dy vendeve procesit Brexitit, Britania u rikthy ndaj dy vendeve forca që e mbulon si kapela e ndaj dy vendeve që këta zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë pas qëndrim skeptik për rolin e tyre në BE, sot po detyrohen të kërkojnë ndihmë si garanca të. A japin një zonën akademikëve tonë që folin era veç morën rroga që të na ndërtesin e bukur të. Unë realisht di as kush është akademik që jam një zonë kurr. As kanë dalë njëherë me një komunikat, njëherë për një çështje të caktuar kur vendi ka pas kriza ose siç ndodh në vendet rajonit ku shohim gjëra të tilla, unë kurse kam pa që Akademia e Shkencave ka dalë me një qëndrim konkret që në një farë mënyrë si kupola e intelektualizmit e akademikëve jep pak rrugë ose qartësi edhe opinionit publik, unë nuk e kam pa. Që ka pasami në akademiku që u marke me vlerat e luftës? Mehmet Kraja. Kryetari akademisë. Kryetari. Ato e kujtoj unë. Do më thonë, nivelin se në çka u marë, a diçka që e ecë, që jep zgjidhës, që I ka për një mendim kritik, unë nuk e kom pa. Janë frikacak? Po. Janë neutral? Jo, unë nuk mendoj që nëse ti merresh si ai Mehmet Kraja me çështje që si takojnë hiç, atëherë unë s'mendoj që duhet që është frikacak.
Po s'dojnë, nuk besoj që janë neutral, do shta me thonë. Unë menoj që ata janë frikacakë dhe s'kan mendim, nuk kanë mendim kritik, nuk kanë mendim, nuk kanë qasje të drejtë. Dhe me thonë e kanë vetëm për para, pagat e mira, janë bë akademik, e kanë jetën e garantuar deri në ditën e fundit, kaq. A i shdash këtë ndodhë? Normale? Jo, nuk është dash më ndodhë. Pa çfarë akademie ka pas Serbia, bre? Perëndim koncepti i akademive shkenca është i reduktuar në institute shkencore private që sa herë ka nevojë shteti, angazhon ato për të bënë në gjë. Sa të po them, kjo më duket reminiscencë sovjetike më shumë. Afrim? Pajtona absolutisht, domethënë ky miti i akademisë është mbetje mentale në botë që ka perëndua, po kupton, ku ekziston një qendër e dijes, ekzistojnë disa atje super koka, të cilat paraprakisht e din gjithçka dhe që duhet na e parathon fatin ton kolektiv. Ti nuk e prit për ty në. Jo, nuk tash ne jetojmë në një kohë të dia është e disperzuar, shumë më shumë kitin çat telefone unë. Nuk kanë monopol. Nuk kanë monopol edhe nuk pres asgjë. Se nuk kanë monopol, a duhet të adaptohet në ligj, a duhet se të ruhet patenta e monopolit të njerëzishëm me ligj. E të paguhen njerëz të dishëm deri në vdekje me ligj. O kërkesë legjitime për llogaridhënie ka solli, apo? Jo, është normal për Akademinë e Shkencave të Arteve të Kosovës që i përcakton detyrat, por në raste kritike kur vendi përballet me situata ngërçi të interesit kombëtar, përfshirja atyre do duhet të ishte Po s'ka çka më thonë Orit. S'ka çka më thonë. Nuk din apo nuk kanë? Nuk dinë, nuk kanë çka më thonë. Me troja, pse po del me thonë gjona pa lidhje. Kështu që unë nuk kam besim, as nuk pres. Jo, unë as nuk pres fejt tyne, absolutisht. Bilevesh ti që tash maqite në Ermen që ekzistojnë. Se i pas në harru kretë që ekzistojnë si kategori, si specie e veçantë. Që kanë objektin aty gjithë me Ministrinë e Arsimit. Po, gjithë, po apshe, asem nisë më kujtoj e krajës. Jo, a i zdashtë ekonomi tregu të patentuat dia, do më thonë që kjo adreso, që kjo adresa njerëzve të dishëm edhe tjerë nuk ka. Orit, pse bre, po më rrite. Në rrethona caktume, të jemi të qartë, Akademia Shkencave të Arteve është përdorur edhe për funksion elektorale politik. Rritja, po kujtohet, kur e patën bani, jo vëshvalja frem se ma tash, po na kthen në rikujtes rrite. Kur e patën bani libra nuk e di çka me figurat e rëndësishme të vendit, apo ju kujtohet një farë enciklopedie. O zot, e të mërshme, bre, shokun, kena pi unë e kafe, na trejim të pi kafe që dhe, unë e jam, aty mu ka dha mundësia, mishlunje, 3-4 reshta aty edhe, i kanë put shokun pa asë një loj kontributit, dhe kjo ka qenë nivel, kjo është niveli tyne. Ti thu, me në mënyrë, ma mirë mos me folit se shkaktojnë gërdi. Po, që ka shkaktu gërdi me metraja. Qa me thonë ma shumë? Po për mbani, do më thonë, s'u kine qa me foli për ta. Jo. S'u kine kam ja fillu me... Jo, ti miri kujtove që janë, se vallaj për në me ku marru që ekzistojnë. Unë për veti jam skeptik në e para, do thot, jo vetëm ndaj Akademisë Arteve të Kosovës, por në përgjithësi ndaj këtij koncepti çfarë ende është funksionimi që ende konceptohet roli i Akademisë. Ka edhe popull që kanë paguar tragjedi nga pikërisht nga ky Serbia, domethënë është kreatore, Akademia e Shkencave është kreatore e projektit nacionalist edhe gjenocidial serb, po kupton. Kështu që unë jam skeptik edhe jam kundër këtij modeli që ekziston një qendër e monopolit atij miti që ekziston një qendër e monopolit. Po mirë, po ndonjëherë ka nevojë nëse ata janë aty. Për çka janë ndonjëherë ka nevojë me dhënë një opinion. Dëgjoj, që i ndjeri pasa Adem Demaçi, hero dhe ndjeri kombit me titull. Ka qenë mjaft kritik, ka pas përplasje nga distanca midis akademik Recep Çosës edhe establishmentit të akademikëve, kryesisht me background të LDK-s, që kanë pasur përplasje të forta ka solli për çështjen se si do të funksionojë akademia, përse po përdoret akademia. Dëgjoj, unë pak më herët para 2 javë ose më shumë kam pas një shkrim kritik ndaj Recep Çosjes. Po. Do thotë na kur i kujtova edhe këto shembullin e zgjedhjeve të kaluara që. Jo, edhe këtyre zgjedhjeve tash. Këto zgjedhje të çdo. E trajtoj si akademik tash pjesa politike. Është pa precedente dhe është absolutisht e papranueshme, skandaloze deklarimi i një akademiku do thot në funksion të një agjende politike kundër modelit konstitucionale demokratik të shtetit të Kosovës. Kjo është jo që ka qenë zgënjysë, është e papranueshme, është e
Do të është e pa precedent kjo, kur ne sot kemi një person me titull akademik. E çu po thoni me që duhet me po, a do të më ndru ligji? Rit, kjo kërkon nuk është për ndro ligjin çadush. Investimin në kapitalin sociale, human e tjerë, ajo që e përmendet ti duhet të bëhet nëpërmjet forcimit të instituteve, dhe mësimdhënia mos i formë klasike ka perëndu. Do të kretë çka duhet bëhet është që të forcohen kapacitetet hulumtuese të instituteve të veçanta. Kjo çish funksionon në botën normale, çish funksionon në normale, përndem kështu funksionon. Botën normale për çështjet ekonomike ekziston një institut ekonomik i cili kryen analiza, për çështje sociale ekziston një institut social para to politike. Për çka më angazhu këta akademik? Po le t'i ruajmë që aty si relikt i skaluarës. S'kam më thonë tjetër. Ju falenderit për kohën. E patëm domosdoshme ndoshta këtë në fund fare diskutojmë edhe për thasi oaza e patentuar me ligj. Absolut, por çfarë patentuar me ligj dijes të Kosovës. Nuk e prita bile që kjo ke pyetja mas fiduese që na bën se sa ajo për emisionin, se jemi në kontakt vazhdueshëm me informacione çka po ndodhet qoftë në nivel për ta diçka më nuk është hala ma pikëlluese. Për mënyrën që funksionon akademia. As kom dëgju kohën e fundit as deklarime ty as për deklarimet të qosjes në zgjedhje, domethënë. Ju falenderoj për kohën shumë që jeni me mua në këtë emision. Rishimi nesër të nderuar shikues. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.